se ekspertët, ai draft nuk ka pas gjosa minimale me kalu në gjykatën kushtetuese dhe sot Kosova mund të ishte në Këshillin e Evropës, gjë që unë e kum cilësu që i keni mshu shkelm një dere të hapun. Dhe sot, zoti kryeministër kishu me fol për padin që ju e keni përfol në shumë herë për gjenocidin e Serbisë në Kosovë, ku pa konë antarë aty ne nuk mund të abojmë. Së pare, më Leonid shpjegoj që brenda ditëve fillon ndërtimi në Kramovec-Trauvecit i paneleve solare 100 MW, pastaj 7 MW në Zatriç fillon punën në Korrek, nuk ka dështu asë në Kek, tash unë po sjell fakte pozitive, e di që po krijohet atmosfera negative nga pala tjetër, sidomos nga bloku opozitor, po kjo është betejë politike, e betejë politike sqarohet me fakte materiale në teren. Në Kramovec, kur të fillon... Betejën politike me kundërshtar politikun e Spuzina, o që është e juja. Kur të fillon tash kjo, brenda pak ditësh, kur të fillon në Kramovec, ndërtimi i parkut solar, 100 MW, atëherë ta shohim se çka do të na thonë kundërshtarët. Sa i përket Këshillit të Evropës, duhet ta keni parasysh një gjë, që neve na është sjell një draft në formën e një non-paper. S'dishim e për këtë shqip këtë non-paper, po besoj qytetarët e kuptojnë gjithë. Një dokument i panënshkruar. Një draft. E tash, për me dërgu në gjykatë kushtetuese, dikush me nënshkru ato. Kush është ai që e pranon një dokument të panënshkruar? Vetëm ta përfundoj. Presidentja. Jo, vetëm pak. Do duhet ta nënshkruaj. Vetëm pak. Statusi i atij dokumentit ka qenë panënshkrim. Ish emisari Llajçak nuk e nënshkroi ato. E tash, o duhet kryeministri, o presidentja, o kuvendi i Kosovës, o ministri i administrimit pushtetit lokal, dikush të më nënshkru. Për besë nuk është në rregull. Po fitoja ishte më e madhe antarësimi kryeministrit. Kjo mund duket si krim. Që po flisnin në krahasim me qenë na sot antar Këshillin e Evropës. Unë nuk besoj që do të ishte konkluzioni pozitiv i kësaj. E para, e dyta. Ajo qasi do ta shkatërronte marrëveshjen bazike. Ku i ashtu quajtur asociacion i komunave me shumicë serbe